Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Secili ka më vete se çfarë dëshiron të bëj. Dhe shenja e peshqve. Shenja e peshqve nga kjo hënë e plot ndikohet në mënyrë shumë pozitive. Ndikimi më i madh pozitiv për ta është mënyra se ata e përthithin informacionin. Në këto momente gjithë bota është libër i hapur për ta dhe mjafton që ta lexojmë. Kjo është edhe arsye që e thash, mënyra se si përthithin informacionin do të ndryshojë në mënyrë të dukshme. Kjo normalisht që ndihmon ata për të krijuar lidhje si fillim marrëdhënie, kontakte shumë më të shëndetshme me të gjithë njerëzit që kanë rreth e rrotull. Do të zgjerojë në mënyrë të dukshme të gjithë rrethin e tyre shoqëror, do të rregulloj edhe marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Kjo është dhe pika më e rëndësishme për ta, do të kemi një shërim të dukshëm në lidhje me këtë temë dhe të gjitha këto, duke qenë se do të ndihet shumë më mirë, më i vlerësuar në ambientin ku jeton, do të përkthehet edhe në një moral shumë të lartë dhe në të ardhurat shumë të mira materiale. Vlera që ne ndijmë për veten tonë gjithmonë përkthehet edhe në vlerë materiale dhe kjo për shenjën e peshqve në këtë moment është shumë efikase. E përmenda tek shenja e Virgjëreshës që nyja jugore ka një kënd pozitiv me hënën, e njëjta që është e vlefshme edhe për nyjen veriore që ndodhet tek shenja e peshqve me diellin. Ka një kënd pozitiv, kjo do thotë që energjia në këtë moment e favorizon shumë shenjën, energjia që është në ajër, e favorizon në mënyrë të dukshme shenjën e peshqve, e shtyn përpara që ata të arrijnë qëllimin që kanë në jetë. Të gjitha pengesat që kanë në këto momente vërtet që fillojnë dhe ngrihen. Pika ku ata duhet të ose çfarë duhet të bëjnë në këtë temë është që të punojnë, të vazhdojnë që të ecin në rrugën që po e kuptojnë që po ju hapet përpara. Pra të mos fiksohen tek gjëra që janë të pashëndetshme ose ndoshta që e dinë që nuk funksionojnë, thjesht sepse kemi krijuar një farë lidhje shpirtërore ose emocionale. Në këto momente shenja e peshqve ka një rritje për të shumë të madhe edhe nga ana shpirtërore, ka një rivlerësim edhe të botës në këtë aspekt. Mund të kemi zgjimbile në lidhje me këtë tema. Shumë persona të cilët mund të kenë zgjime shpirtërore që i përmenda në fillim, mund të jenë nga shenja e peshqve. Kjo do të krijojë një zgjerim shumë të madh të botkuptimit që ata kanë, sepse ta shikojnë, do fillojnë që ta shikojnë botën në disa dimensione të reja. Pra jo thjesht në anën material, do fillojnë që ta shikojnë edhe në këtë pikpamje. Do të krijojnë një harmoni ose do të mund të përdorin të dyja këto aspekte në spektrumin të themi të jetës, në avantazhin e tyre. Për shenjën e peshqve kjo është diçka shumë e thjeshtë, jemi realist, duke qenë se janë vërtet njerëz shumë të ndjeshëm në lidhje me çështje shpirtërore. Një nga temat që ka shumë rëndësi në lidhje me anën e tyre sentimentale do të jetë edhe në lidhje me lidhjet sentimentale. Për shenjën e peshqve do të kemi mbarimin e periudhës ku ata mund të kenë qenë të zhgënjur nga lidhjet, ku mund të kemi qenë të zhgënjur edhe nga situatat që janë krijuar. Kjo, sidomos në qoftë se në të shkuarën na kanë krijuar dëme materiale, do të jenë persona të cilët mund të rikthehen jetën tonë për të kërkuar të falur, ose mund të rikthehen jetën tonë që ne të kuptojmë që ne jemi më mirë pa ata. Dhe falë kësaj do të kemi edhe një shërim, sepse në farë mënyrë do t'i falim, pra ata që na kanë dëmtuar. Për sa i përket fillimeve të reja, është një periudhë ku është me fat, vazhdon që të jetë me fat, kështu që mjafton që të dëshiroj. Për sa i përket shëndetit, këtu më duhet të ndaloj pak, përveç ndikimeve të tjera që kemi zakonisht, ndikimet në lidhje me hormonet, ju lutem shkoni bëni kontrolle, sidomos ata që kanë probleme me gjirin, ju lutem vazhdoni shkoni bëni kontrollet të nevojshme. Dhe në lidhje me sistemin nervor që mund të jetë i prekur pak, edhe me sistemin imunitar, pra duhet të marrim masa në lidhje me këtë pikë. Ajo çfarë është ndryshe për këtë hënë të plotë tek shenja e peshqve, të gjithë ata që kanë probleme me pjesën e mesit, do t'ju këshilloja që të shkoni të bënit një kontroll patjetër te mjeku në këto momente, sepse mund ta kemi pak të agravuar. Ose mos bëni veprime të cilat mund ta shtojnë edhe më tepër trysnin, sepse në këto momente kemi më tepër prirje për të krijuar hernie fiskale dhe për të bërë operacione bile në lidhje me këtë temë. Prandaj nëse vuani nga një gjë tillë, do të këshilloja që të jeni super të kujdesshëm. Faleminderit shumë edhe ju.
Ok, pra, natën e mirë.